Po ju them një shembull. Dy fermer kishin nga një cop top. Njëri kishte pak më shumë dhe tjetri më pak. Ai që kishte më shumë i pari ankohej çdo ditë. Pse nuk arrita të kem një çik tokë më të madhe? Edhe pse e kam më të madhe, ai i dyti sikur ka më shumë prodhim. Shis po bie sa duhet. Dhe unë shikoj që kjo komshiu ka më shumë jeshillik. Kurse i dyti thoshte, faleminderit o Zot për tokën që kam, duhet të punoj më shumë që të kem pak më shumë prodhim. Kaluan vitet dhe personi i dytë kishte bërë mrekulli me atë pak tokë që kishte. Kurse personi i parë kishte mbetur duke krahasuar me të dytin. Një fjalë e urtë popullore thot, ara e komshiut duke gjithmonë më e gjelbër. Pse? Sepse ara e komshiut u jitet me punën e tij, ai punon më shumë se sa i pari. Lumturia nuk rritet kur ne krahasojmë veten tonë me të tjerët, ajo rritet kur ne jemi mirënjohës. Nëse mendon se që t'jesh i lumtur, unë do jemi lumtur vetëm kur të fitoj shumë, vetëm kur të kem bler shtëpinë, vetëm kur unë t'jem dobësuar, vetëm kur të tjerët më duan ashtu si unë dua. Do jetosh gjithmonë duke pritur. Sepse mendja gjithmonë do gjej diçka tjetër që do t'i mungoj. Një fjalë e urtë popullore thot, ai që nuk kënaqet me pak, nuk do kënaqet as me shumë.